Ta qifsha dashnin, seriozisht, ta qifsha. S'di pse u dashurova prap, kur e dia fort mirë që kam me u lëndu, nuk është hera e parë. Edhe prap, si budall, besova i dhash dikujt zemrën. Jo veç pak, po krejt, edhe qka mora, heshtje, ftotësi dhe fund. E di qka është ma e keqja, jo që ike, po që më le me pyetje, që nuk kanë përgjigje. Pse u afrova aq shumë, pse t'besova kaq let, kur shenja ti kisha pa, po nuk deshta mi pa. Se kur don dikon e mashtron vetën, i thua vetës jo, kjo është ndryshe mu n'fund. Del kejt e njejta histori, ne tash jam atë gjata. Ris gjujt, tu mendu, tu fol me vetën. E sa her, e marr telefonin, du me t'shkru, po e di, që nuk duhet, se ti nuk jema aty. Edhe ma e ronda, do shta kur nuk e kon, unë veç kam besu që je, ta shesho sa gabim kam kon. Po prap, zemra s'po më len rahat, se ku t'ka dash dikon, nuk e heq let. Mundesh me bo si i fort, me dal, me qesh, po kur mbet vet e ndjen atë boshlek që nuk mbushet me kur gjo. E di qka më vret ma shumë, ideja që ti e mirë pa mu, që po vazhdo njetën, si mos me kon kur gjo. E unë alo jam këtu, tu mundu me kuptu, qja shkoj keq, a nuk deshta mjaftushëm, a nuk isha mjaft, apo thjesht ishte personi i gabum. Po edhe nëse ishte, pse u dhim kaq shumë, pse nuk kalon thojnë, koha shëron, po nuk është e vërtet. Koha vesh t'msone me jetu me dhimbjen, nuk ta heq, vesh ta mësone me e mbajt, edhe vazhdon, dit për dit, me një pjesë që t'mungon. Edhe ma e keqja është që prap, edhe sot, nëse do kthejsh, ndoshta prap do t'thosha hajde. Edhe pse e di që ka me u lëndu prap, se kjo është dashnia.